Pse Ramushi nuk ka kur gjatë keqe me Albin Kurtin. Krejt këtë farë mlefi që ka sot që për shprej edhe peqet Ramushi për Albinin, jam e bindur që nuk e ka me Albinin, se tek e fundit as nuk ka qeveris kur bashk, as kur gjo nuk kanë bojnë për bashk bosh hiq kur gjo. Kë e ka, krejt mlefin e ka me PDK-n e me LDK-n, se e kanë shfrytzu 20 vjet, edhe kur ka orë pun me bo matë këshia për Kosovë, ja kanë lanë këtina. Edhe kë e ka hongër qatë fore, u mashtru të menu se ka mirë, e ata PDK-s e LDK-s, ata e në politikona me shkollë. Edhe këta e kanë qitë në kurth, sa herë që e kanë marrë me veti, jo që ju ka desh për të mirë, po këto e kanë marrë me veti veç pse ju ka desh për senet që ata vec kanë pas guxim me i kalu edhe i kalon kë. Edhe kë i ka hongër këtë fore. Tash është ka munduhet Ramushi me e marrë një 1% a 2% PDK-s, 1% a 2% LDK-s, të menu që me qubelit pak të një 7%, sa ka me pas sukses nuk e di, se ta shtu e sulmu Albin Kurtin, mendon që i merë 1% prej PDK-s edhe 1% prej LDK-s, për me më rika 6-7%. Sa ka me pas sukses, unë nuk e di. Ama arsyeja e gjithë kësaj që Ramushi sot për banë kundra Albin Kurtit, e ka veç një rrugë në lefin që ka me PDK-n a me LDK-n. Se ata nuk përgudzojnë me dalë me thonë që Albini është i Serbijës. Ky del, ky i thetë adin. Po qëllimi i kësaj thone është dikun tjetër besoj, që s'ka të baj me Albinin. Albinin nuk e kum njëu në asnjëherë dhe i tash që e ka ofendu dishka. Bile kur e njeva intervistën e fundit, Lumner Abdigjiku e kish pas ofendu, ka Xhafar Ramushin e kish pason për shka ka galja punë e madhe më sartë, adin, që bile se logarit heq, as që është dikushi. E Albini këto fjallë nuk ja ka thonë asnjëherë. E për që ata po thamë që Albini nuk ka kur gjatë baj me Ramushin, pas Ramushin nuk ka kur gjatë personale, po të më nuk këshe me bo dishka me rejt partijen, po në këshill, se s'ka pas këshilltar, Ramushi ato e din këtë Kosova, e kanë këshillu shumë keq, kur ka shku Ramushi 12%, në përsondazhen 13-14%, PDK-ja në shëja të farë kilën e madhe, për me dhonë ato 8.000 hektar tokë, që e lanë kile Ramushit, edhe ja lanë një shëjnë për të njetën, për mos me mujt me hek ma kërkush që Ramushi i ka dhonë e si ka dhonë PDK-ja, e kjo e ka dëmtu shumë Ramushin, edhe shpirtnisht e ka dëmtu, se po shijet njëri që nuk është mirë, se e ka hongër një fore që se ka bo men ma herët adin, po këta të PDK-s, këta janë më zvetë burë, këta të kallin, qartin, edhe kjo e ka hongër foren, të menu që ka me pas sukses. Po sukses dhe mbaran ato, kur e qëtë në nënshkrimin, sidomos kur e qëtë në nënshkrim të keq, edhe përfundon tajnë 5% normal. Tash, mund është me dhonë zërë sa dush, po pak vën është, si pas mendimit tem. Ngone këtë arifin e AAK-s që rana ban në televizion të shtatë, vesh ngone. Rezultati maksimal, kjo ishte arsyeja pse mori një rezultat maksimal, kur të lidhet kryesisht me diasporën. Partitë politike opozitare nuk po e pranojnë, po në diasporë kur i ka 80% përkrahjes. Është kriju sikur një farë, sikur sëmundje, sikur ngjitse është kjo filozofi. Apenin që është del edhe rënd të 80% diasporës. Diasporën e ka Albini 100%.
po edhe 50% mrena në Kosovë, Albini çdo herë i ka votat prej popullit që jeton mrena në Kosovë, nuk i ka veç prej diasporës, po 50% të votave i ka mrena, se ky vazhdon me rrenat e tina, veç ngone. Sofia Kurtiane në diasporë. Diaspora po pyet kisha me ditë Kurtja handbook, domethënë se e kanë rri një farë ideje për to si një kult të liderit është e pabesueshme, nuk bisedohet as me ta. Jo më u debatu me një pjesë diasporës, beso nuk diskutohet, çka kanë dëgjuar çush kanë kaluar në një stadium. Tash llogarete ky akon ministër, akon shkapediun, akon i nalt në qeverin e Kosovës ky njeri, qaq i mirë akon që tash ka met analist në për studio, ka 75 herë ka ditën, edhe deshta me vetë, këto edhe shumë tjerë që ta analista që janë këthy për politikës e që kanë met në për dyrë studio, të najtë me pianica, sukuraj që dulë në televizion që ke mojtë emisionin për koshare, pianicë, po ju me pas konë bërë matë mirë, ju kështë hecë për pare, kështë halojshë sëtë ministra, po hini këthy në analista, 75 herë ditën, se s'kini pos, e keni shfryzu që ato 2 muj, 3 muj, 6 muj sa një konë, edhe s'kod nuk ju votan kërkush, se din që një ranca, për që ata nuk ju votan, për që ata përfundoni analist në televizion ku paguhet për Beogradit. Tjetër rrugës nuk keni ju, veç këtë analista keni me përfundu qëto. Cili është Ramushi i vërtet, ngone, nishi a dyshi? Qëtë Flokshi, Albini, edhe kur kanë luftu, plota janë vrarë shqiptarë. O konë ndondër i ministrit mbrëmshëm të Serbisë. Ndondër? Po. Albini se kam njohë, ka fitu simpati për të, unë ka qenë shtarë, a i ka qenë i pej zërën së retonë. Edhe e rrët simpati. E nuk dhe më kur kanë luftuar. A një që ka tha? Tha, unë jam konë ushtar, aja konë zadansi i jonë për Albinin. Tasha me besu që atina, a këti tjetrit, që përthet, është dhonëri i Sokolovicit, ministri, s'po di qëfar ministri është aj, po nese a e din, mo dishka në kanë përzi kablat krejt të burë, kërkush nuk ka mërbesh se shka ka bëmët këtu në Kosovën tonë. Për dëkëja kësh njës me bon punë patriotike që ta shkuën e fundit. Dje i kësh mshel 2 ambulanta atje në Drenicë. Tash nuk është keq. Po ishin që u këtat vetë vendosjes për i herë qysh që 27 vjetë. Ka dalë bradhe ju, ka dalë, pa si kanë po burë. Ka mundësi si kanë po. Se mi pas po, më te i këshin mshel. Që tash i kanë po, që tash i kanë mshel. Ja, mas që gjuj për i herë shpin, ka lene me marë frin pak. Ajo, se kanë di që janë ato, nuk i kanë po, se janë konë largë. Atin që ato në gjithë me këta për dëkës, po. Bëllë që pas kanë mshelë mas 27 vjetë. Urime, suksese për dëkë. Për me urime. Ma mirë vënë se hiqë. Kur për dëkëja aksion më të mirë, se për qëtë rezolutën që kishë bo, nuk ka bo më herët. Vesh deshta me vetë, a hinë edhe që ata njerë që i kanë shtu 35.000 u të bosha në qatë listën e veteranëve, se edhe ajo është historia, din se s'janë konë gjatë 5.000. A hinë në qatë rezolutën edhe ata që kanë shtinë dëshmor të rajshëm, a hinë edhe ata që kanë bojnë valid luftës të rajshëm, a hinë edhe ata që kanë bjellë pare në përmendore, në vërreza, në këtu, vesh desha me ditë, në që se hinë edhe që tu, beso, unë i pari ka me dhonë votën, ama me denu e me qunë burg, që ata që kanë bon shtët zeza, se tash me bon një rezolut veç për një shkelzen gashit, për më duket pak si e vogël e burë, se këtë bot një rezolut banet madhe bëllje, hinë jo krejt rënë, që tonë për presone.